Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama duke akuzuar atë si përgjegjës për bllokimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, Berisha deklaroi se procesi i integrimit sipas tij është marrë peng nga një organizatë kriminale, duke u referuar qeverisë dhe kreut të saj. Ky proces, siç faktohet çdo ditë më shumë, është marrë peng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë me kreun e saj të meduzës Edi Ramën. Berisha ngriti gjithashtu shqetësime për mungesë transparence duke u referuar konstatimeve të raportit të Parlamentit Evropian. Ata nuk japin asnjë njoftim në një kohë kur vendet tjera, pas çdo mbledhje të Koelas për vendet e tyre, informojnë publikun. Është transparent fare. Padroni Edi Rama, Aleksandar Vučić, po thot, jemi bllokuar për ligjet e drejtësisë dhe pranon që nuk janë në rregull dhe duhet ndryshuar. Kurse ky deklaronte ditën e Europës se nuk kanë lidhje me ballukun këto. Dhe më keq akoma, negociatat nuk janë tonat, janë të Komisionit Evropian. E kuptoni ju çfarë shtythuash këtij jam këtu apo? Ecin secin e ka përgjegjësinë Komisioni Evropian. Në deklarimet e tij, kreu i opozitës ju përgjigj dhe komenteve të kryeministrit Rama lidhur me shifrat për prokurorimet publike, duke akuzuar për manipulim të dhënave dhe mungesë transparence në tendera. E ka gënjeshtër me tapi dhe njeri që çdo fjali lëshon një gënjeshtër, ose nuk mund të them se e gënjen stafi, po stafi duket se ky vet po i thahet truri nga droga, e ka shumë të vështirë të orientohet, absolutisht. Se truri rrudhet nga droga dhe deri thot shan aty në tender. Jo mor zot, ja, nuk është e imja kjo. Nuk është e PD-s kjo. Kjo është open tender. EU e Bashkimit Evropian kliko dhe del në fillim. Sa është transparenca? Në 50 pikë ka transparenca. Dhe si asnjë vend tjetër në 38 vende nuk ka asnjë fitues tenderi të rëndësishëm nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përjashtohet. Ndalohet për vendet vetëm sa nuk shkruhet tabela. Ndalohet për vendet anëtare të Bashkimit Evropian pjesëmarrja. Ndërkohë, Partia Demokratike ka depozituar në kuvend disa propozime për ndryshime në rregulloren parlamentare, ndërto përfshihen kërkesa për balancimin e përbërjes së sekretariatit etikës, rregullimin e drejtimit të grupeve të miqësisë në kuvend dhe garantimin e stafit të mbështetës politik për grupet parlamentare.